Mes të nxehtit ekstrem që ka pushtuar Europën juglindore, ekspertët paralajmërojnë për rreziqet nga temperatura të tilla. Në disa qytete në Spanjë termometri ka kaluar 40 gradë Celsius, ndërkohë Portugalia, Franca dhe Italia kanë vënë në gatishmëri shërbimet mjekësore për shkak të rrezikut nga goditjet e të nxehtit. Nga ishulli italian i Sicilisë dhe nga Greqia njoftohet edhe për zjarre. Autoritetet theksojnë se nxehtësia ekstreme mund të shkaktojë përkeqësim të sëmundjeve kardiovaskulare apo atyre të frymarrjes, dhe kush qëndron për një kohë të gjatë në temperatura të larta rrezikon hipertermi, një gjendje e ngjashme me ethet. Po ashtu lëkura dhe indet e trurit ngacmohen nga nxehtësia dhe mund të shkaktojnë të ashtu quajturin meningjit aseptik, një infekcion truri që nuk shkaktohet nga ndonjë bakterie. Kjo goditje nga dielli është goditje e izoluar në kokë nga i nxehti, pohojnë ekspertët. Ndryshimet klimatike globale po shkaktojnë rritje të temperaturave në të gjithë botën, por në Europë temperaturat janë rritur 2 herë më shpejt se mesatarja globale. Sipas specialistëve, qeveritë duhet të ndërmarrin menjëherë masa për parandalimin dhe përshtatjen ndaj nxehtësisë, me qëllimin të mbrohen personat më të rrezikuar. Kjo përfshin përmirësimin e njoftimeve rreth valve të nxehtit dhe vënien në dispozicion të mjediseve publike me ajër të kondicionuar, çka do të ndihmonte në parandalimin e deri 100.000 vdekjeve të parakohshme që lidhen me nxehtësinë.